Historia islame dëshmon se Imam Aliu ishte njeriu më pranë profetit në çdo moment, në fëmijëri, në shpallje, në betejë dhe në përhapjen e Islamit. Ai ishte i pari burr që besoi në profetin dhe nuk e la kurrë vetëm, as në ditët më të vështira të Mekës dhe as në luftrat e Medinës. Kur shumë njerëz dridheshin nga frika, ky imam qëndronte pranë profetit si mburojë e Islamit. Prandaj, profeti tha: "Ti je për mua ashtu siç ishte Haruni për Musain, vetëm se pas meje nuk ka profet." Marrëdhënia mes profetit Muhammed dhe Imam Aliut është shembulli më i madh dhe më i bukur i besnikërisë, sakrificës dhe dashurisë për Allahun. Ata nuk i bashkonte vetëm gjaku apo familja, por një qëllim i përbashkët, i cili ishte ngritja e së vërtetës dhe udhëzimi i njerëzimit drejt dritës së besimit.